Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tyrona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë rrëfimin dhe videon e radhës. Do të flasim për një histori, për një storje që mua më ka lënduar. Unë them gjithmonë pas vdekjes së prindërve për këto vajzat e cilat fatkeqësisht mbeten në dyert e vllaut të tyre pa martuar. Janë gjatë gjithë jetës në shënjestër për t'u goditur. Dashuria familjare ndryshoka dhe historia që do të sjell sot bëhet fjalë pikërisht për këtë vajzë e cila tregon tmerrin që po kalon çdo ditë në shtëpinë e vllaut, nga presioni i martesës, nga nusja, nga vllau. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë letër me lot në sy dhe me zemër të thyer, jam një vajzë që vjen nga Maqedonia, por jetoj në Zvicër. Jeta më ka mësuar që të jem e lidhur shumë me vllaun tim. Kemi qenë 2 fëmijë. Vllau më i madh, unë 6 vite më e vogël. Fati nuk është për të gjithë njerëzit njësoj. Edhe unë dëshiroja që të kem një martesë, edhe unë dëshiroja që të kem fëmijë, por unë fokusova te kujdesi për prindërit dhe pas vdekjes së prindërve, të 2 prindërve, unë fatkeqësisht mbeta vetëm në banesë, sepse ne jetonim të ndarë. Shkaku i dokumentacioneve të vllaut, vllau duhej të ri në banesën e tij, unë duhej të ri në banesë me prindërit. Dhe pas vdekjes së tyre të mos të ri vetëm në banesë, edhe pse punoj, shkoj në punë, jam e zonja e vetes në një farë mënyre, vendosa që shumicën e kohës ta kaloj te vllau im. Do me thënë, nuk jetoj me to. Shkoj, i takoj, ri tërë ditën atje sepse mërzitem vetë në banesë dhe kthehem në shtëpi. Por nusja që në ditën e parë kur ka hyrë në shtëpinë tonë, ka hedhur kundja për fejesë, për martesë. Vajza duhet fejuar, si jam fejuar unë, duhet të ndërton familjen. Dhe unë në thelb këtë gjë di shumë mirë, që çdo vajzë kismetin e ka në derë të huaj. Por ja që fati im nuk erdhi. Unë kam patur një lidhje që realisht zgjati shumë. Por pas shumë vitesh, 12 vite lidhje, ne vendosëm që të ndahemi. Dhe që atëherë, unë nuk ja kam besuar më zemrën time askujt. Më kanë ardhur djem, më kanë kërkuar dorën, por unë gjithmonë kam patur një frikë se nëse do të më ndodhte edhe një herë. Tek ne thonë, po të kafshoj gjarë për një herë, gjithmonë ke frikë më pas. Por, tani këto muajt e fundit, nusja tenton që të më njofton me djem. Ajo më tregon që i biri i Fistekut dhe Filanit ka djalin shumë të mirë, ka nipin të jashtëzakonshëm, duhet që ta njoh, sepse vllau nuk mund të kujdeset tërë jetën për mua. Unë e di që vllau nuk mund të kujdeset tërë jetën për mua. Por unë nuk mund të bëj një hap kaq të rëndësishëm që ka të bëj me jetën, duke mos e ndjerë edhe duke mos e dashur njeriu të cilin unë do ta marr për partner. I ka bërë të gjitha.
Ka fol me motrat e veta, ka fol me nënën e vet, nusja. I thot vëllaut tim që hajde, luaj gurët. Të bëjmë një zgjedhje, nuk do ta lëm të plaket në derë se duhet ta mendosh. Kush të kujdeset për këtë? Unë nuk ta mbaj. Unë prekem shumë, mërzitem tepër, kur vi në shtëpi qaj dhe në shumicën e rasteve i bëj telefon nuses të dajës që e kam në gostivar. Ja tregoj hallin. Ajo më thot që duro, mos shko shumë, mos i pengo shumë. Unë me thënë të drejtën, si kam shkuar më nuk shkoj. Sepse në fillim nuk e dija që nuk më duan. Dhe kur nuk e dija e thoja vetes, i e pak më rahat, por tani që e di që nuk më duan, fatkeqësisht nuk shkoj pothuajse fare. Por më merr malli për vëllain. Prap më merr malli për niprit dhe mbesat, pa marrë parasysh se çfarë të them. Zemra më djegën. Them, hajtë të shkoj më mirë, t'i shikoj. Mendoj që sot gjërat kanë ndryshuar. Mendoj që sot mendimet kanë ndryshuar, por prap e njëjta gjë. Ajo ters me nerva, e tmeruar. Dhe kjo në fakt e bën situatën edhe më të keqe. Tani jam në një hall që duhet të bëj një rrugdalje. Ose të kërkoj të dashurohem me dikë, ose të jetoj e vetme dhe të mos të merrem më kurrë me familjen time. Çfarë do që të bëj është jo një zgjidhje për mua. Nuk e di. Kam nevojë të më jepni mendimin tuaj. Tani, mendimi im, fillimisht si gazetar. Unë mendoj që ti e dashur duhet njëherë të shohësh veten tënde. Nusja ka të drejtë që ti duhet të ndërtosh familjen, por nuk ka të drejtë të ofendon. Puna e familjes është çështje fati, nëse Zoti ta ka shkruar, një ditë do të vi fati. Nëse Zoti nuk ta ka shkruar, ajo është e detyruar të kujdeset për ty. Më vjen shumë keq që këto nuset e sotme fjalën e fundit e nxjerrin të parën. Nuk nxirret e fundit e para, Zoti i ka ndarë fjalët me shkallë. Dhe ti duhet flasësh sipas shkallës ku je. Tani, unë të kisha këshilluar që kërko fatin tënd, sepse është e mira edhe për ty të ndërtosh familjen, por nëse kjo gjë nuk bëhet, nuk do të thotë që ti duhet të flesh në rrugë. Zoti të ka dhënë edhe një vëlla dhe ajo është sprovë për vëllaun. Nëse Zoti dëshiron ta sprovon vëllaun në këtë formë, ai do ta sprovon. Kjo është e vërteta e kësaj pune.